Syri I njeriut konsiderohet kamera më përsosur natyrore e krijuar ndonjëherë. E përkujdesin ndaj tij, reporti oftalmologjik në Spitalin Isa Gresa në Gjakov, përveç vizitave dhe diagnozave të zakonshme, merret edhe me ndërhyrje më të ndërlikuara. Tek ne kryen operime të ndryshme, qoftë operime të kataraktës, të ergjumit, halazionit, si dhe disa lloj të operimeve të tjera. Gjithashtu, në kuadër të operativës, neve I aplikojmë edhe substancat intravitreale të patologjive të retinës, domethënë sidomos këtu hyn retinopatia diabetike si patologji më e shpeshtë që është këtu në repartin tonë, ku I aplikojmë faktikisht për momentin kemi 3 lloj të injeksioneve intravitreale që I posedojmë për momentin, që thirren anti-VEGF, janë Avastina, janë Vabizmo edhe Bevacizumab. Që gjitha këto, domethënë I aplikojmë këtu në repartin tonë. Muhatri kishte edhe një thirrje për pacientët. Qytetarët e Gjakovës të mos I neglizhojnë vizitat e rregullta oftalmologjike në mënyrë që një diagnostifikim sa më I hershëm na mundson neve që të ruajmë një shikim sa më të mirë për ta. Kujdesi për shëndetin e syve përmes kontrollave të rregullta mjekësore, ushqimit të shëndetshëm, mbrojtjes nga rrezet ultraviolet dhe kufizimit të lodhjes nga ekranet është thelbësor për ruajtjen e shikimit gjatë gjithë jetës.